E kishin rrit artificialisht kandidatin tjetër. Pra kjo është logjika. Por kjo nuk zgjidhet me rinumërim. Kauza ime që unë jam ngrit. Unë pra kam dy momente. Momenti i parë është legjitimimi i kandidatëve që të hapin kutit, që do ta zgjidh kushtetuesja ose gjykata Strasburgut, se do shkojmë deri atje, se s'kemi rrugë tjetër, se kolegji zgjedhor na rrësoi neve. Dhe momenti i dytë është hapja e videove, pa parë videot, kur është numëruar për subjekt politik, nuk zgjidhet çështja. As e imja dhe as kandidatëve tjerë. Aulon, i ke hapur videot, ke bërë një ekstrakt madje, apo ende je në proces? Patjetër, por proces që shiko, do të shpjegojmë diçka. Një video duhet parë për 75 minuta. Po. Problemi është që duhen të paktën 30 ditë që të punosh nga 24 orë, që të marrësh 580 kuti. Se të ndursi janë dhe kutit e diasporës, ndryshe nga qarqet e tjera, janë fut dhe kutit e diasporës. Të dursi do numërohen dhe kutit e diasporës. E kuptova. Sa mendojnë që mund t'jetë diferenca e këtyre votave të manipuluara? Nuk i kam pa do të gjitha, Ilir. Nuk mund ngrej do të projekcione, se unë me projekcion me i kuti, nuk ngrej do të. As me 10 kuti, ma kupto logjikën. Pra është diferencë e madhe apo jo? E kam fjalën. Ajo do shikohet tani, sepse prandaj po hapen kuti, dhe unë do t'i shkoj të vërtetës deri në fund. Ajsa ti afrohesh kandidatit para te, apo ta te kalosh atë? Shiko, kjo ka interes për gazetarin, për mu kjo nuk ka interes, ta them me sinqeritetin më të madh, sepse unë po godas parimin këtë rast. E kuptova, parimin e gëbum. Atë ne do ta shikojmë, sepse do kemi ditë dhe unë do jem në rinumërim, do t'i maj vetë votat aty. Më kupton? Mira, po për kuptuar tendencën, pse është bërë gjitha kjo? Patjetër që ka pasur, sepse unë nuk jam adoleshent që të kërkoj numërimin e kutive kur nuk kam fakte. Pse është bërë gjitha kjo? Kjo është bërë për me mbështeti kandidat tjetër, kjo është e dukshme, e qartë. Unë ndërkohë kam i kontratë me zgjedhësit e mi. Kur kam shkuar, kam kërku votën, i kam thonë ma jep votën, edhe më kanë bëj pyetje, do të na emrosh do të votën apo jo? Edhe unë jam të ky misioni për me mbrojt votën, aq mundësi sa kam. Me mjetë ligjore, unë gallashin nuk kam vërtet me vraro. Ti je ndër njerëzit më të votuar në qarkun që ke kandiduar. Po. Po pse duhet bërë kjo? Po pse duhet bërë, kështu është situata pra, dhe ky kod zgjedhor duhet shkojnë në kosh në mbeturinë. E ka problemin kodi zgjedhor apo edhe subjekti politik? Kodi zgjedhor dhe të gjithë ata njerëz që kanë fut durë tek votat e shqiptarëve do marrin përgjegjësi. Pa diskutim që po. Kjo nuk diskutohet dhe unë gjykoj që i gjithë shërbimi që po bëjnë në këtë rast është që të kemi zgjedhje më të mira herës tjetër. Unë mund mos jem fare kandidat, nuk ka rëndësi. Po, një kandidat që duhet legjitimohet është domosdoshmëri. Një kandidat që të kërkoj votat e veta është domosdoshmëri. Një kandidat që mos t'i vjedhin vota është domosdoshmëri. Ndoshta nuk do ketë fare administratë politike për të administruar zgjedhje. Ndoshta mund të jetë në kështu numërim elektronik. Unë nuk e di këtë debat. Unë kam hyrë me këto kushte. Por fakti që neve na marrin votat aty sigurisht që nuk jemi Partia Socialiste më burr tani, nuk jemi. Domethënë unë jam individ i lirë, e qyj veten njëri të lirë që kam fol për menimet që kam pasur në kokë. Pra që do të thotë edhe kësaj radhe, nuk jam ushtar rreshti, nuk jam nga këta të Ramës që i thotë ai mos flisni, mos bëni etj etj, dhe unë gjykoj që prokuroria vetë duhet kishte nisë një hetim kryesisht për çështjen e votës në Partinë Socialiste, se ne po i hapim në PD-s. Problemi është 7PS, që do bëhet? Unë e di që do profitojnë dhe, se i kanë marrë ca video, nga ne i kanë marrë. Natyrshëm, rinumërimi do të nxjerrë palarat për 2 Po pra, problemi është, prokuroria pse nuk veproj? Sikur kasi të ketë vendosë që nuk do i hap kutit, prokuroria do të mjaftoj vetëm me kaq? Qartë, e kuptova. kuptova. Apo do të hetonte? Unë gjykoj që ishte nderin e saj për të hetuar. Po,